Një sherr me sende të forta ndodhi mbrëmjen e së premtes në një prej zonave më luksoze të Tiranës, Long Hill Residence në Lundër. Disa persona të cilët hyn me automjet në afërsi të një lokali dhunuan djalin e ish deputeti demokrat Mill Fufi, Kristi Fufi, 19 vjeç. I riu u transportua menjëherë drejt spitalit të traumës për shkak të frakturave të marra në pjesë të ndryshme të trupit. Shkaki i ngjarjes së rënd dyshohet jetë bërë një xhirim gomash nga ana e 19 vjeçarit Fufi, ndërsa sipas burimeve të policisë, autorët kanë hyrë në rezidencë me qëllim të qartë për rrahjen e të riut. Pasi kanë marrë sende të forta, shko bejsbolli dhe leva në bagazhin e makinës, hyn në lokal dhe pasi e gjetën e goditën disa herë. Njëri prej personave dyshohet se ishte i armatosur, por nuk u qelluan në vend ngjarje. Rreth orës 19:15 minuta në Fark, në afërsi të një kompleksi, persona ende të pa identifikuar janë përfshirë në një konflikt, dyshohet me sende të forta. Si pasojë është dëmtuar shtetasi Kristi Fufi, rreth 19 vjeç, i cili ndodhet në spital në kujdesin e mjekëve, njoftoi sot policia. Blut po punojnë për identifikimin dhe arrestimin e autorëve, ndërsa policia e Tiranës njoftoi një ditë më pas se ka identifikuar njërin prej autorëve dhe ka vënë në hetim në gjendje të lirë pasi ka qelluar 19 vjeçarin me grushta. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit Policisë numër 1 referuan materialet në prokurori ku nisi procedimin në gjendje të lirë për shtetasin KS, 38 vjeç. Pasi mbrëmjen e djeshme në një rezidencë në Fark, dyshohet se ka goditur me grushte dhe ka kanosur 19 vjeçari, i cili ndodhet në spital në kujdesin e mjekëve. Ndërkohë vijon puna për identifikimin dhe përkapjen e shtetasëve të tjerë të përfshirë në konflikt, njoftoi policia e Tiranës.